Përshëndetje të dashur mirë mikesha, sot ju flas nga një ishull dhe duke ndonjë këtu mendoj të tregoj që e kam qepur vetë dhe kam qëndisur vetë. Pra kam bërë me qëndis My Love Kuba. Në qoftë edhe ju keni mundësi për shkakun të qëndisni, mund të qëndisni çfarë të doni dhe kjo quhet tote bag ose torb në shqip. Edhe mund të bëni dhe ju çfarë do lloj qëndise dhe mund të shihni, janë shumë të lehta për të krijuar. Një të tillë unë kam bërë te kanali im i YouTube-it, dhe mund ta shikoni dhe kam bërë shumë të fortë. Është shumë praktike për të përdorur, se si bëni, kam bërë madje 2 video vetëm një. Po nuk kam bërë me këtë me qëndismen. Mund të bëjmë një video mbasi të them pas pushimeve. Një gjë tjetër që doja të tregoja, edhe po këto e kemi video te kanali, janë edhe këto rrobat e banë që kam bërë për vajzën. Bëra një palë të thjeshta. Në qoftë se shikoni atje, edhe këto ja kam bërë unë. Janë me flutra, sabur dhe unë këto ja kam bërë dhe unë. Edhe këto të tjetë nuk janë ka shumë të hapura në mbrapa, janë më pak të hapura, por është e njëjti model domethënë trupore. Se si bën edhe këto, keni tek kanali pra, si mund të bëjmë rroba banje, nxartë me që është periudha e plazhit. Duke i futur në çantë, pas që isha qepur shumë gjëra, si për veten time edhe për vajzën, edhe pas tregoja këtu me që jam të deti. Ja, edhe këtu fustanin që kam veshur unë, e kam bërë vetë. Dhe doja të thoj që për të bërë këto projekte kam edhe të tjera këtu, po nuk e di e kam edhe vete. Po, kam edhe të breckat e vogla. Edhe këto rrobat e banjës. Si të tregova, i kam bërë me suzator, pra ky është punimi i suzatorit. Dhe i bën shumë shpejt kur i bën me suzator. Ja, edhe këto breckat. Dhe po shikoja që kisha qepur shumë edhe e bëj këtë video për të treguar që mjafton, për shembull për këtë çantë harxova 10 minuta, por këtë 10 minuta. Edhe këtë 20 minuta maksimum dhe butani më shkoi pak 30 minuta. Domethënë që kam bërë. Dhe në qoftë se dëshironi dhe ju, mund t'i bëni duke ndjekur këshillat tek kanali. Duke ju uruar të gjithë pushimet të mbara, rishikohemi në shtator. Faleminderit.